Ka qenë për mua një person që unë e shpreha atë që mbaja brenda, që s'ja tregoja askujt, por nuk më ka dhënë asnjë teknik, asnjë këshill se si të dal dhe nuk më mjaftoi, nuk më mjaftoi kjo, ndërkohë që gjendja ime rëndoi edhe unë doja të shkoja tek psikiatri, por diçka një zë i brendshëm më ndaloi që mos të marr medikament. Po, domethënë më vjen keq ta them, por nuk gjeta zgjidhje tek psikologët. Fillova të mbaja të premtimin që i bëra vetes. Atë ditë, në atë spital, në atë moment tragjik të ndin, ti ke bërë një pohim. Do bëj gjithçka për të dalë që këtu. Pohimi ka qenë, do bëj gjithçka që të dalë që këtu. Ky do jetë titulli i podcastit tonë. Po, domethënë pastaj okej, më shfaqëm disa video, po themi rastësisht, megjithëse e tham që rastësia nuk ekziston, për zhvillimin shpirtëror. Dhe fillova të dëgjoj ligj të tërheqjes, mua më bëri klik me një herë, shpirtërore, ana shpirtërore. Më bëri klik me një herë.